Ne sot umet islam e ka shembullin më të mirë, më të qartë, më dukshëm të sabrit të madh, që është e pa imagjinueshme të shumë njerëz sot të na. Ajo është sabri i vllaznive ton, i motrave tona, i fëmijëve ton në Palestinë, në Gaza. Është shkollë me të qitësit për me pa qartë, çka do me thonë me pa sabër. Sot çdo musliman në Gaza, kudo që me shku në botë, me desht, ai ja qelin dyrt, i japin në shtetësi edhe jeton shumë më mirë se në Gaza. Çka duhet veç me lënë vatanin e vet, vendinin e vet. Veç dil pi Gazës ku dush, në Amerikë, në Kanadë, në Australi, ku dush ka, me dokumenta, me pare, me shtëpi këti ki. Ama i thotë s'du mune me shko kërkon, se kjo është veni jam. Ama ta kina pri shpijen, a pet kina me ndreq. Ama të vrasin, po vdekja ven me caktim Zotit, edhe në Kanadë, edhe në Australi me konë, ka me vdek. Ama këtu vdes faqebardh, këtu vdes si musliman, këtu shkoj shahid të Allahu dhu Gjelal. Atje ku me di shka ndodhë me mu. Nëse sot kimi dyshim në këto ajete dhe hadithe që folin për sabrin, shumë letë e kina me marrë vesh se shka bon sabri, këshire musliman në Palestinë, Gaza. Janë modeli, tipi majri i sabrit. Edhe a i sabër ka më nxjerë selamet ata. Edhe ata kanë me fitu, me lejnë Allahu shumë shpejt. Se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, innama nasru ma sabri. Fitoria vjen me durim, me sabër. Edhe të kanë me të riu. Zatën ata veç kanë fitu. Kanë fitu se një grup i vogël i besimtarëve në Gaza luftojnë me këtë botën, jo me Izraelin, me këtë botën. Se për ditës që ka fillu lufta, deri sot, mbi 100 aeroplane me armatim, pi Amerike kanë shku në Izrael. Për ditë, 160 ditë luftime, çdo ditë në ditë ka një aeroplan me armatim. Domethënë, edhe këtë botë ato e program, muhabete që ju i dini shumë mirë sot. Ama ata nuk dorëzohen. Pse? Se e kanë besimin në Allah, e kanë mbështetjen në Allah, ka uza e tymë vështë e drejtë se veni vetë, toka e vetë. Ti ki ardhë, dhe në 1948 në Stokon, aty në 5% ka pas jahudi, edhe ka jetu si ma mirë në Palestinë. E kemi kalzu këtë mesele dhe këtu të ju në gjami në tribunën që kena majtë në fillim të luftës në Gaza. Po du me thonë se janë modeli i sabrit. Edhe njeri me sabër bën mrekulli. Bën një gjë që as mund është me fantazu, ama besimtari që e mush zemrën ti me iman, aje ka sabrin dhe normalisht pastaj e kalon gjë fatkeqësi në formën më të mirë të mundshme.